Në këto 20 vite nga krijimi i parkut të Prespës, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me donatorët e huaj, ka zbatuar projekte të ndryshme për parkun e Prespës, nëpërmjet të cilave kanë synuar mbrojtjen e mjedisit, ndërgjegjësimin e komunitetit, ngritjen e kapaciteteve të administratës së parkut të Prespës, rritjen e numrit të turistëve, përmirësimin e jetesës së banorëve, studime të ndryshme e të tjerë, të cilat kanë kapur vlerë miliona euro. Të gjitha këto projekte nuk ka kontribuar në zbutjen e varfërisë në zonën e as në mbrojtjen e mjedisit në parkun i Prespës, i cili në 90% e territorit të tij përkon me territorin e Bashkisë së Pustecë. Në bazë të marrëveshjes qeveria gjermane financoi një grant prej 3.5 milionë eurosh, fazën e 2 të projektit rezervatit ndërkufitar i biosferës Prespë, me një kozgjatje nga viti 2016 deri në vitin 2021. Qëllimi i projektit ishte që të reduktonte shfrytëzimin e burimeve natyrore, si dhe uljen e varfërisë në pjesën e Shqipërisë të rezervës së biosferës Prespë, si dhe ruajtjen e biodiversitetit dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës të popullsisë në parkun e Prespës. Ky është viti 4 i zbatimit të këtij projekti dhe nuk ka asnjë investim të vërtet në territorin e parkut të Prespës të mbështetur nga këtë projekt. Pyetjet e mia për këtë problematik për zotin ministër janë: a i ka kontrolluar dhe ka kërkuar llogari Ministria e Turizmit dhe Mjedisit si janë shpenzuar fondet e këtyre projekteve, por edhe të projektit aktual që po zbatohet rezervati ndërkufitar i biosferës Prespë? A nuk duhet menaxhuar krejt ndryshe këto projekte që të shërben miqënie së komunitetit i cili jeton në territorin e parkut të Prespës? A nuk ka ardhur koha që fondet e këtyre projekteve të mos shkojnë për ekspertë të huaj, seminare, konferenca, hartimin e strategjirave të ndryshme, dreka, si dhe të investojnë në gjëra konkrete që nevojiten komunitetit, si zgjidhjen e ujrave të zeza, menaxhimin e mbetjeve urbane apo agroturizmin? Faleminderit. Fjala për ministrin Klosi. Zoti Klosi, keni dispozicion 10 minuta. Është e vërtetë ajo që tha deputeti. Jemi përpjekur edhe kemi realizuar një sër aktivitetesh të rëndësishme në bashkëpunim me Bashkinë e Pustecit, në bashkëpunim me qarkun e Korçës, për ta shndruar liçenin e Prespës dhe Bashkinë e Pustecit në një destinacion vërtet turistik. Janë jo pak, por në vitin e kaluar 110.000 turistë që kanë vizituar atë destinacion turistik. Dhe këta 10.000, mbi 100.000 turistë, padyshim kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë së sezonit. Pra, e nderuar kolegë deputet, do të flasim më poshtë për çfarë kemi bërë apo çfarë po bën projekti, por thelbi i bisedës është biseda më e madhe që ne bëjmë për turizmin. Sa industria e turizmit dhe industria e zhvillimit dhe mbrojtjes natyrës do ndikojë në ekonominë e familjeve shqiptare. Sa do ndikojë që edhe aty në Bashkinë e Pustecit, ju e dini shumë mirë, kemi qenë së bashku në disa aktivitete, tashmë ka disa bujtina dhe guest house, të munguara vetëm 2 vjet më parë. Ka mbi 100 shtretër sot të deklaruara në atë breg liçen të vogël, por që ka shumë kërkesa për më tepër se kaq. Ju e dini, nderuar deputet, se si tashmë Pusteci është një destinacion dhe në ditë të shumta të vitit është e vështirë të gjesh qoftë një dhomë të lirë, apo është e vështirë të gjesh një tavolinë bosh për të ngrënë në të, pa pronotim. Pra nuk është zgjidhja vetëm një projekt. Zgjidhja është ndryshimi i destinacionit. Dhe sot Korça shënon një destinacion 12 mujor edhe fal investimeve që janë bërë në gjithë infrastrukturën e zonës, investimeve që janë bërë në disa destinacione në Korçë, dhe ku padyshim për mua është më i miri, por jam shumë partizani asaj zone, është një destinacion për gjithë sot. Dhe Vajda në Pustec është një gjë krejt normale për çdo pushues që shkon në Korçë. Pra ky është ndryshimi që vjen nga zhvillimi turistik i zonës dhe ndryshimi i Shqipërisë. Projekti për cilën ju flisni është një projekt që vjen si pasojë e negociatave të qeverisë shqiptare dhe është një në disa projekte i cili në thelbin e tij nuk kërkon të zgjidhë një detaj. Pasi do të ishte e kollajshme që të bënte një detaj, po kërkon të ndryshojë krejtësisht mentalitetin e funksionimit të atij territori dhe ka mbi vete natyrisht atë çfarë ju e sillni si shqetësim, që edhe unë publikisht, dhe ju keni qenë me mua kur e kam thënë,
komponentin e ekspertëve, komponentin e strategjive, komponentin e projekteve, por në fakt kjo është dhe filozofia e donatorëve në disa raste, që të punojnë shumë më tepër me ngritjen e kapaciteteve, pasi një objekti vetëm, që nuk mund të realizohet me vlerën e atij projekti, nuk vlen aq sa do të vlente ngritja e kapaciteteve në atë territor. Unë kam fakt shumë për të thënë mbi pyetjet tuaja, i nderuar deputet, padyshim jeni mirëpritur në zyrën time në bashkëpunim të hapur me stafin e Ministrisë Mjedisit, me Agjencinë e Zonave të Mbrojtura. Padyshim mund të organizojmë një takim me komunitetin në zonën tuaj të Pustecit, po do doja edhe për interes të opinionit publik, por dhe për interes të kolegëve deputet, disa nga ndërhyrjet që kanë bëjnë që nga trashëgimia kulturore me rehabilitimin e kishës atje, me rehabilitimin e disa objekteve të kultit, me përgatitjen e strategjive për trajtimin e urave të zeza, për vaditjen, për vend grumbullimin e mbetërave urbane, për ndihmesën në trajtimin në vend grumbullimin e mbetërave urbane për gjithë qarkun e Korçës në landfillin e Maliqit. Është investuar nga projekti, nuk do doja ta bëja partner projektin, projekti është një organizatë që funksionon në mënyrë independente. Trajtimin e ujrave të zeza, ku është trajtuar paraprakisht plani i menaxhimit të ujrave të zeza në Pustec, realizimi i një industrie për tërheqjen e këtyre problematikave nga Pusteci, për kanalizimin e ujrave të zeza në bashkëpunim me Akumin, për vlerësimin e impaktit mjedis, e pastaj për të dhënë mundësi qeverisë shqiptare nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimit të investojë në Pustec. Mbetërat urbane u krye paraprakisht studim për menaxhimin e mbetërave në Pustec. Është lehtësuar procesi komunikimit të shoqërisë me menaxhimin e landfillit të Maliqit, siç u thash. Projekti që kryen vlerësimin e kostot tarifës në bashkinë e Pustecit, do të rehabilitohet vend depozitimi palishëm në Pres për të hequr një gangren ambientale në atë zonë. Projekti do të pashu pajisi me adresaturat nevojshme dhe me institucion me nevojë në këtë gjë. Po ashtu po punohet për mbështetjen e banesave në park, për eficiencën e energjisë, për transformimin e disa banesave atje në guest house, trajnimin e personave të caktuar që do të punojnë në këtë industri, natyrisht ajo që është më e rëndësishme, transformimin e Pustecit në një destinacion turistik dhe pasuri kombëtare. Fjala për deputetin Strejovski. Për sa i përket projekteve që janë zbatuar në Parkun e Prespës, në bazë të ligjit për të drejtën e informimit, në shkurt dhe qershor të këtij viti, nëpërmjet protokollit të Kuvendit i kam kërkuar Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit informacion sa është fondi total i nëpërmjet projekteve të ndryshme dhe donatorëve të huaj dhe institucionet vendase janë investuar në Parkun Kombëtar të Prespës nga viti 1999 deri më sot. Deri sot Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk më ka kthyer asnjë përgjigje lidhur me këtë kërkesa, edhe pse sipas ligjit duhet të kisha marrë një përgjigje brenda 10 ditëve. Nuk e di pse është sekret shtetëror të dihen sa fonde janë dhënë për Parkun Kombëtar të Prespës në këto 20 vite. Sipas të dhënat të cilat mund të gjenden publikisht për Parkun Kombëtar të Prespës, në këto 20 vite nga donatorë të ndryshëm janë dhënë mbi 20 milionë euro. Nuk besoj se ka zonë tjetër në vendin tonë ku të jenë dhënë mbi 20 milionë euro, por nga ana tjetër banorët e kësaj zone të jenë më të varfrit në Shqipëri, ku papunësia është mbi mesatarin. Të nderuar deputet, është koha të flasim hapur për problematikat me menaxhimin e fondeve në Parkun Kombëtar të Prespës. Gjithë këto projekte që janë dhënë në 20 vitet e fundit në Parkun e Prespës janë shumë të mira në letra, por është shumë e vështirë të tregosh produkt që ka ardhur nga këto projekte. Nuk ka një investim që t'i tregojnë banorëve. Organizohen vetëm seminare, trajnime, botojnë strategjirat e ndryshme, thirrën ekspertë të huaj. Me 20 milionë euro që janë dhënë për Prespën, nëse ishin shpenzuar në mënyrën e duhur, tani zona e Prespës do ishte një nga zonat më të zhvilluara në vend. Banorëve të zonës së Prespës ju mungojnë disa kushte bazë jetësore, siç është furnizimi me ujë të pishëm. Nga 9 fshatrat e bashkisë, vetëm 2 fshatra kanë zgjidhur problemin me ujin e pishëm. Edhe kanalizimet nga 9 fshatra, vetëm 2 fshatra kanë zgjidhur problemin me kanalizimet. Nuk ka mbështetje për zhvillimin e agroturizmit. Gjithë këto projekte nuk kanë ndihmuar për përmirësimin e kushteve social-ekonomike dhe probleme të shumta mjedisore, ku problemet më të mëdha janë me mbetjet urbane dhe derdhja e ujrave të zeza të papërpunuara në liqenin e Prespës. Zoti Ministër, projekti aktual rezervati ndërkufitar i biosferës Prespë
që po zbatohen në vlerën 3.5 milion euro, duhet të përfundojnë në maj të vitit 2021. Banorët e komunitetit Maqedonas që jetojnë në Bashkinë e Pustecit kanë humbur besimin në këtë projekt. Drejtuesit e projektit, së bashku me përfaqësuesit e parkut të Prespës, formalisht organizojnë mbledhje me banorët, por nuk marrin parasysh kërkesat e banorëve. Nuk ka transparencë si shpenzohen fondet e këtij projekti. Banorët e Prespës, përveç se ka humbur besimin në këtë projekt, por janë edhe të indinjuar sepse së fundmi nga këtë projekt janë shpërndar disa grante nga 500 deri në 1.000 euro, grante këto të cilat u shpërndan sipas përkatësisë partijake. Zoti Ministër, edhe ju vetë gjatë festimeve të 20 vjetorit të krijimit të Parkut Kombëtar të Prespës në shkurt të këtij viti në Bashkinë e Pustecit, publikisht shprehat zhgënjimin se ishte disa herë që vini në Prespë dhe nuk shikoni produkt që vjen nga ky projekt që mund t'i tregohet banorëve. Prandaj kam një kërkesë për ju, zoti Ministër, të përdorni autoritetin tuaj, por edhe kompetenca që ju jep ligji si ministër, të rishikoni projektin e rezervati ndërkufitar i biosferës Prespë, të kontrollohen si janë shpenzuar fondet e këtij projekti deri tani dhe pjesa që ka mbetur nga projekti të rinegociohet dhe të investohet në gjëra konkrete që janë jetike për banorët e Parkut të Prespës, siç është furnizimi me ujë të pishëm, kanalizimi ujrave të bardha dhe të zeza, krijimi i kushteve më të mira për zhvillimin e agroturizmit, turizmi rural dhe familjar, sistemimin e trajtimit të mbetjeve urbane e të tjerë. Për të ilustruar gjendjen në të cilën ndodhen banorët e komunitetit Maqedonas në Bashkinë e Pustecit, po ju sjell një pjesë nga shkrimi i portalit Korça Report që botoi disa muaj përpara. Korça Report në këtë shkrim shkruan, citoj: "Nëse ka një zonë ku krerë të shtetit shqiptar dhe qeveria ndër vite kanë dhënë premtime pafund, kjo është në rajonin e Korçës, te zona e Pustecit. Nuk ka mbetur president e kryeministër pa deklaruar se në ish komunën dhe tani Bashkinë e Pustecit do të investohet për turizëm e mirëqenie të banorëve. Me 9 shatra dhe me 5.000 banor, zona e Pustecit e populluar thuajse të rësisht nga komuniteti e minoritetit Maqedonas, vuan këto 30 vitet e fundit një përpambetje të madhe. Një investim i ndërmarrë nga qeveria gjermane për Parkun Kombëtar të Prespës, ku përfshihet Pusteci, nuk ka ndryshuar asgjë. Financimi me synim nxitjen e turizmit në zonë janë ndërprerë. Bashkia e Pustecit mund të tërheqë turist me të kundërtën e saj. Primitivizmin, jetesën si me shpinë ndërdhëm të banorëve që provojnë mbikurisë mungesat më elementare të një komuniteti në kohën e sotme. Këtu mund të shohësh se si toka lërohet ende me parmend, gratë e moshuara që korrin në përkopshtie me kos, familje të tëra që sigurojnë jetesën me peshkim e nuk u gjendet një treg, po përndiqen nga policia kur shesin cironkat qosheve e rrugëve të Korçës. Në Pustec nuk ka ujë të pishëm dhe banorët atje i falen liqenit kur shuajnë etjen dhe lajnë rrobat. Nuk ka një mjet për grumbullimin e mbetjeve urbane që të dërgojnë ato në lëndëfinin Maliqit. Nuk ka mjet i zarfikës për shuarjen e zjarreve, por është përshtatur një tip furgoni i vogël. Nuk ka farmaci ku njerëzit të marrin ilaçet për problemet të shëndetit. Duket sikur Bashkia e Pustecit është destinuar të vuajë 1001 halle. Këto ditët e fundit, një përfaqësues i qeverisë vizitoi Pustecin dhe tha se zona do bëhet modeli i turizmit si bashkëpunimi dhe shenjë forcimi të miqësisë mes dy vendeve. Banorët që kanë dëgjuar shumë nga këto premtime falenderuan sërish, po me zë të mekur. Ata janë nështruar tashmë eksperimentit si minoritet, shkruan Korça Report. Të nderuar deputet, ky është realiteti sot në Bashkinë e Pustecit. Varfëria në Bashkinë e Pustecit është në ekstrem. Siç mund të shikoni edhe në këto dy foto, banorët atje ende punojnë në mesjet, ende punojnë me mjete primitive, banorët nuk kanë lek që të pagojnë traktorët për të lërojnë tokat. Në Bashkinë e Pustecit, bujqësia edhe sot, në vitin 2020, ka mbetur në kushtet e një bujqësie për mbështetje pa mbështetje institucionale. Faleminderit. Zoti Ministër, keni disponibël 1 minutë e gjysmë. Në 1 minutë e gjysmë në fakt është e vështirë që t'japësh i përgjigje të plot, por përsëri do doja të falenderoja deputetin për ngritjen e shqetësimeve, siç e përmendi edhe vetë ka qenë prezent kur unë ngrita po të njëjtat shqetësime që ngriti deputeti, pasi kërkesa për të bërë më të mirën është një kërkesë që bashkëjeton me qeverinë e Partisë Socialiste dhe qeverinë e Edi Ramës. A kemi bërë më të mirën? Mbase jo, sepse ka shumë nevojë ajo zonë, por që është transformuar Pusteci, për këtë ju dhe unë duhet të jemi të paktën të ndërgjegjshëm. Vetë fakti që kryeministri ka qenë, gjithë qeveria kemi qenë, që Pusteci është shndruar në një destinacion turistik, është një përgjigje për ato pyetjen tuaj. A është zhdukur varfëria në atë zonë? Unë mendoj padyshim që jo. Ka nevojë për të përmirësuar, ka nevojë për të ecur përpara.
por ama të themi që jemi në rrugë gabuar, nuk besoj se është një gjë e drejtë. Pra, ata cilët ju i thoni ekspertët gjerman, edhe projekti KVV-s, që po bëjnë shumë studime, mbase bëjnë më të mirën. Me 3 milion euro që është ai projekt, mbase mund të ishte bërë një vepër publike. Po ajo vepër e madhe publike që nuk zgjidhet dot as me 3 milion euro, nuk vlen sa dia, sa eksperienca, sa projektet dhe se sa orientimi i drejtë i atij komuniteti. Pra të jemi të sinqertë në gjërat që themi. Çfarë do të zgjidhim? Faleminderit, zoti Klosi. Zoti Strejovski, mund të mbjeni fjalën 1 minutë e gjysmë. Të nderuar deputet, për Parkun Kombëtar të Prespës ja dhënë shumë më të mëdha fondesh për një menaxhim më të mirë mjedisor dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Pavarësisht gjithë fondeve të dhënë deri sot, vihet drejt që është arritur shumë pak në përmirësimin e kushteve të mjedisit natyror dhe asnjë lloj përmirësimi në kushtet e jetesës së popullsisë lokale në Prespë. Keq menaxhimi i fondeve financiare kanë penguar për vite me radhë zhvillimin social-ekonomik të zonës së Prespës, si dhe marrjen e masave për krijimin e infrastrukturës bazë turistike. Nuk mund të thuhet që në zonë nuk ka pasur ndryshime, por ato kanë qenë të pakta dhe të ngadalta. Kushtet ekonomike dhe mungesa e infrastrukturës janë problemet e para të cilat duhet të zgjidhen në zonë. Banorët e zonës janë njerëz përgjithsisht mikpritës, po që për shkak të kushteve të vështira të jetesës, shfaqin një qëndrim pesimist për të ardhmen e zonës së Prespës. Për gjatë viteve nuk ka munguar vëmendja e institucioneve të huaj lidhur me zonën e Prespës, dhe as nuk ka munguar fondet dhe donacionet financiare të dhëna për këtyre institucioneve dhe organizatave. Fondet nuk u menaxhuan siç dukej dhe me praktikë është bërë shumë pak. Fondet të cilat duhet të kishin shkuar për furnizim e ujë të pishëm, vendosjen e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, për asfaltimin e rrugave rurale, për furnizimin e rregullt me energji elektrike, kanë shkuar në hartimin e planeve dhe programeve pafund, të cilat nuk u zbatuan kurrë. Faleminderit. Faleminderit, të mbyllet interpellanca.